Ekipi i emergjencave civile është pjesë e trajnimit intensiv 3 ditor, i cili fokusohet në menaxhimin efikas të zjarreve në bordin e anijeve. Ky program është një nisëm me autoritetit të quajtur CEMA në bashkëpunim të ngushtë me Albanian Navy Force dhe ka për qëllim rritjen e kapaciteteve profesionale dhe praktike në fushën e sigurisë detare, parandalimin dhe kontrollin e zjarreve në bord, menaxhimin e situatave emergjente pas incidenteve me natyrë piretike. Dita e tretë dhe fundit e trajnimit ka qenë dedikuar për strategjitë dhe taktikat për mbrojtjen e burimeve njerëzore dhe struktura në bordin e anijeve. Aktivitetet kryesore përfshin stërvitje praktike me ekipin e punonjësve të mbrojtjes nga zjarri dhe shpëtimit dhe forcat e sigurisë së portit, praktikat e shuarjes së zjarrit në ambiente detare, veprimet e procedurat post incidente për garantimin e sigurisë dhe rikuperimin e operacioneve. Ky trajnim është një hap i rëndësishëm për përmirësimin e reagimit ndaj emergjencave në port dhe në anije tregtare, duke garantuar një menaxhim më të sigurt dhe më efikas të incidenteve nga zjarri.